Më datë 22 maj 2025, gjykata administrative e apelit shfuqizoi përfundimisht një gjobë prej 63 milion lekësh ndaj kompanisë TDT and Partners, pasi konstatoi se Bashkia e Tiranës e kishte vendosur atë jashtë afateve ligjore. Subjekti në fjalë që ka ndërtuar kullën Book Building në rrugën Abdi Toptani kishte shtuar një kat të katërt nën tokë me sipërfaqe 1800 metra katror pa leje ndërtimi gjatë prillit të vitit 2020, pikërisht në kulmin e pandemisë dhe bllokimit total të vendit. Gjobitja erdhi me vonesë në nëntor të vitit 2022 nga Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit në varësi të Bashkisë së Tiranës, ndërkohë që e njëjta bashki në shkurt 2021 dhe më pas në tetor 2022 kishte refuzuar 2 herë kërkesat për legalizimin e kësaj hapësire të ndërtuar në kundërshtim me lejen. Nga ana tjetër, gjatë njëjtës periudhë, Këshilli Kombëtar i Territorit, një strukturë që drejtohet personalisht nga kryeministri Edi Rama, kishte pranuar ndryshimin e projektit dhe kishte miratuar shtesën. Ky është rasti i rrallë kur dy institucionet të njëjtit pushtet dalin me vendime të kundërta për të njëjtin veprim të paligjshëm. Bashkia e refuzon, qeveria e legalizon, bashkia vendos gjobë, gjykata e heq dhe në fund ndërtimi jo vetëm që nuk ndalohet, por legjitimohet. Nëse i referohesh vetëm fakteve, duket si një proces burokratik me interpretime të ndryshme. Por kur i lidh datat, vendimet dhe emrat që qëndrojnë pas këtyre kompanive, tabloja është shumë më e qartë. Këtu nuk kemi të bëjmë me një ndërtues të zakonshëm që ka shkelur ligjin, por me një aktor që e përdor pushtetin si një mjet për të garantuar interesin personal. Subjekti ndërtues TDT and Partners është në pronësi të Dajlan Avdias dhe Glendi Abdit, dy emra të njohur në sektorin e ndërtimit, të cilët përmenden në një sër projektesh me vlera në qindra miliona euro në Tiranë, Sarandë, Krorës dhe zona të tjera strategjik. Sipas të dhënave të mbledhura nga burime të ndryshme, Dajlan Avdia konsiderohet si një ndër emrat që vepron me mbështetje të drejtë për drejtë nga struktura të lidhura me familjen e kryeministrit Edi Rama, në mënyrë të veçantë nga vllai i tij Olsi Rama. Përballja mes Bashkisë së Tiranës dhe KKT-s për shtesën pa leje të Book Building nuk është një çështje teknike, është një konflikt i pastër politik që ndodhi në heshtje dhe që ekspozoi për herë të parë ndarjen mes dy boshtesh të pushtetit brenda Partisë Socialiste. Bashkia që tentoi të zbatojë rregullin dhe një qeveri që e anulloi me një firmë. Nëse gjoba 63 milionëshe ishte një sinjal force nga Bashkia e Veliajt, miratimi i shtesës nga KKT ishte një kundërmesazh i qartë. Ndërtimi do të vazhdojë me apo pa leje nëse mbrapa qëndron njeriu i duhur. Por kush është ky njeriu i duhur? Sepse në këtë histori në letër ndërtuesi është Dajlan Avdia, një biznesmen që ka dalë nga bastet dhe ka hyrë në resorte e kulla. Por në praktikë çdo projekt i madh ku ai përfshihet përkon me një model të përsëritur, leje të shpejta, heshtje shtetërore për shkeljet dhe më pas mbyllje të dosjes në gjykat. Një profil i tillë nuk ngrihet me aftësi biznesi, ngrihet me mbështetje politike. Prandaj sot pyetja nuk është më kush ndërtoi pa leje, por në emër të kujt u hap dera dhe u mbyll dosja. Dajlan Avdia mund të jetë nënshkruesi i projektit, por i vetmi që ka fuqi të përplas bashkinë me kryeministrin dhe të dalë i fituar nuk është një biznesmen i zakonshëm. Është dikush që ka pushtet përtej zyrës së ndërtimit dhe ky pushtet sipas çdo burimi të brendshëm që njeh marrëdhëniet reale të ndërtimit në Tiranë, nuk i takon vetë Avdias. I takon dikujt shumë më afër kryeministrit, shumë më brenda se çdo ministër, shumë më i heshtur se çdo deputet. I takon Olsi Ramës.